Kryetari i Prishtinës përparim Rama në mbledhjen solemne të Kuvendit Komunal u betua për ta udhëhequr kryeqytetin edhe për një mandat, duke u zotuar se do t'i ushtrojë kompetencat me nder, besnikëri e në mënyrë të paanshme. Unë përparim Rama betohem se do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat si kryetar i Komunës së Prishtinës me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin në mënyrë që të siguroj kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Betimi i tij u dua trokit nga asamblistët e LDK-s dhe nga disa asamblistët e PDK-s e partive tjera, por jo edhe nga ata të vetëvendosjes. Gjatë seancës inauguruese ku u betuan edhe 51 asamblistë të rinj, Rama uroi që mandati i tij i dytë të jetë pa bllokada të kalkuluara politikisht. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përçarëse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, secili prej nesh jemi të votuar me i shërbyt qytetarëve e jo partive politike. E asamblisë i vetëvendosjes Egzon Azemi, përmes një letre të vendosur në tavolinën e kryetarit Rama, i uroi koalicionin mes LDK-s, PDK-s, AAK-s, Nismës dhe PSD-s. Mbi shkrimi pastaj u largua nga një asamblist i LDK-s. Sa i përket zgjedhjes së kryesuesit të Kuvendit Komunal, shumica e partive politike nuk pati një propozim. Vetëvendosja propozoi Sokol Havollin nga LDK-ja, i cili e refuzoi këtë propozim. Pra grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Për me zbut këtë natë Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të Kuvendit. Këta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve. Po sigurisht pak e kanë edhe i natin që kanë metë shumë brapa atje. Nuk mund të jem propozim, sepse nuk e pranoj atë. Edhe për ndonjë pozitë, kush e di çka më propozu vetëvendosja, nuk e pranoj. Përderisa propozimi i vet mbeti ai i Lidhjes së Prishtinës, të cilët propozuan bashkëpartiakun e tyre, Fehmi Kupina. Pavarësisht që ka pasur probleme deri në rrahje mes Fehmi Kupinës e një asamblistit të LDK-s, Kupina u rizgjodh përsëri kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës përmes votimit me vota të fshehta e në të cilin nuk morën pjesë 12 asamblistët e vetëvendosjes. Me 31 vota pro, 4 kundër e 2 abstenime, ky votim tregoi që mes LDK-s e partive të tjera politike ka një pajtueshmëri, gjë e cila mungoi në fund të mandatit që lën pas. Kryetari Rama u pa i afërt edhe me ish kandidatën e PSD-s për kryetare të Prishtinës, tashme asambliste Bisa Shahini. Deri tash posatime AAK-n nuk është bërë publike ndonjë koalicion tjetër për bashkëqeverisje në mandatin e dytë të Ramës.